Kryetari i Bashkisë Rogozhinës Edison Memolla është arrestuar pasi apeli la në fuqi dënimin me 1 vit burg për korrupsion aktiv në zgjedhje në bashkëpunim, dhënë nga gjykata e posaçme më 24 janar të vitit 2025. Në fuqi u la dhe heqja e së drejtës për të mbajtur funksione publike për një periudhë 5 vjeçare. Treshja e tokave të zeza Florian Kalaj, Daniela Shirka dhe Igerta Hysi vulosën vendimin duke mos pranuar kërkesën për pafajësi apo dënimin alternativ në shërbim prove për Memollën. Kryebashkiaku i Rogozhinës është hetuar dhe gjykuar në liri pa mas sigurie. Kryebashkiaku i Rogozhinës është vetë dorëzuar pas ditën e 9 shkurtit në policinë e Kavajës. Në polici janë vetë dorëzuar gjithashtu edhe Blerim Xhamani dhe Ndreqim Tafxhata. SPAK zbuloi një bisedë të Edison Memollës kur ai kandidonte në zgjedhjet e pjesëshme vendore të marsit 2022 me elektreqistin e OSHE Blerim Xhamani. Memolla i kërkoi të mos i ndërpresë energjinë elektrike një abonenti debitor me qëllim që të votonte në favor të tij në zgjedhje me elektreqistin Xhamani. Sipas SPAK, Memolla bisedoi edhe për punësime në Bashkinë e Rogozhinës në këmbim të votës. Po ashtu, elektreqisti me të pandehurin tjetër Ilir Tosku rezultojnë se kanë falsifikuar të dhënat në proces verbal, kur në fakt nuk ja kanë ndërprer energjinë elektrike abonentit debitor. Blerim Xhamani u dënua me 1 vit burg, ndërsa për Ilir Toskun dënimi me 8 muaj burg u konvertua në 1 vit e 4 muaj shërbim prove. 1 vit burg për korrupsion aktiv në zgjedhjen të njëjtën çështje. Apeli dënoi edhe Ndreqim Tafxhatën, i cili pas hetimeve i premtoi një gruaje shlyerje të detyrimeve ndaj OSHE-s dhe strehim, duke kërkuar të votonte në favor të kandidatit socialist. Edison Memolla i fitoi zgjedhjet me 6 mars 2022, të cilat u mbajtën për shkak se paraardhësi i tij ishte ndarë nga jeta. Memolla u konfirmua sërish në zgjedhjet e rregulla vendore 1 vit më vonë, 14 maj 2023, por procesi u përsërit disa muaj më vonë, korrikun e atij viti, për shkak se opozita kontestoi rezultatin në qendrën e votimit në burgun e Rogozhinës. Në 23 korrik 2023, Edison Memolla u rikonfirmua kryetar bashkie në 3 zgjedhje brenda 1 viti e gjysmë.